Grupime sekrete, grupime reale, fake news, kush dhe kërse përdon, a ka statut kjo Partia Demokratike, është fars, janë zjedhje, janë zhdon, kush dhe të japi, kush janë institucionet që japin përgjigje. Doktori ka thënë që nuk janë zjedhje, se janë fars. Dhe unë, me që se kam humbur farsën dhe o zjedhet, nuk jap dorëheqje. Kjo është e qartë. Pra, ka të tjere të qëllë vendë si në vërdalë, për shumë e Siona thotë që kush i pu dorën më ëmbël doktori dhe i mbush më në shef në sy, doktori dhe mjek, djali mjek, espa. Pra, do më thënë, është doktori Mallkusi ose Bekusi, ai që t'je puratën. Një Cirama. Ty për shumë, je në uratën e doktori dhe po, je... Në së shpërqesh, serios e si të po e qove këshu në misticizm dhe një, për të teologji. E ke parti Erdoganin se e puthin dorë? Ju së është pesoj shembul për me unë djek Erdogan. Paktën të shijet e mija nuk është. Baba. është autoritar, me gjithë se mu më kanë akuzu si filo turk, se mbaja të bej, do me thënë aty. Shiko. Edhe Skënderbeu e mbana të bejnë, për s'ka qenë filo turk. Luftoj 25 vjetë. Lejë tani këto e brek astem në balëngjeve. Shiko, me të thonë drejten, unë jam një... Ja, po si e ke hirjet e doktorit? Do doktore apo jo? Nuk besoj që kam hyrë në këtë lloj formën politik, që jam do doktori apo jo. Unë jam një njeri luftar që kam luftu për kauzat e mia gjithmonë, edhe prandaj jam politik. Përzimin e Ramës. Po përzimin e Ramës, apo për lartësimin e doktorit, janë dy gjëra ndryshme. Po unë jam kundër idhujtarisë, me të thënë drejtën. Idhullim është vetëm Zoti, pastaj pjesa tjera të njerëzit e vdekshëm janë njerëz normal, si gjithë tjerët. Tani, ç'a ndodh? Unë jam në një proces, me të thënë të vërtetën, edhe presit hapen ato kutitë e Durrësit, dhe pa diskutim që duhet respektojmë çdo lloj vote të qytetarëve. E kam tregu me video se si është manipulu vota dhe e ka pranuar. Jo, po shumë e rëndësishme ky moment i zhej, sepse ne po mundohen të na quajnë hajdut. E ke vënë re, besoj nga Kasi, çka ka ndodhur me neve? Pra ne që kemi kërkuar numërim dhe ju prishëm pushimet Kasit, se po i ngjojmë nëpër korridoret e KQZ-s që i ka ik vera nga ne, që i kërkuam rinumërim, tani po na nxjerrin në vlerësimin e votave, votat pavlefshme dhe në publik thuhet që ne jemi hajdut votash. Kjo i ndodhi Ilir Ali Mehmetit. Me gjithë respektin dhe unë respektin e tregoj duke u ftuar në studio se kështu gjithë thonë çuna jepin janë këtij, po jap kohën time aq sa kam televizive. Me thon drejtën, kjo betejë për ato vota është shumë e fisme, e bën zgjedhjet, okej, por ama kjo dhe një alibi tjetër, që alibi politike, që këto zgjedhje që kanë të rregullta dhe pjesëtikun e keni bën me njëri tjetrin, e kupton? Pra, kjo është ideja, do më thënë, duke na fut dhe ne në këtë qerfull që ne po legjitimojmë procesin, ndërkohë ne po kërkojmë votat tona më burr. Ne po kërkojmë manipulimin e votave që e kemi pa me kamera. Ne pamë që votat e tua ishin diku tjetër, votat i tjetër ishin këty, ose ai, kupton? Jo, ati tjetrit të unë s'kam asnjë votë të tillë. Prandaj kam hyrë, kam kërkuar numërim. Jam kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar numërim.